Wow, qenë ka në një kove tërë me karamele Maltesers. Prit pak, gjithsesi. Shikoje këtë. Majku ka një kovë të tërë. Dhe Enidi ka një kovë gjigante. O, zot, e pabesueshme. Letja filloj me Wednesdayn. Se unë e kam më të voglën. E di unë. Kam një tub special. Mund t'i thith të gjitha karamelet, pa i bërë duart pis fare. E thjesht dhe e shishme. Shkëlqyeshëm. Mike, radha jote. Okej, është radha ime. Kam edhe unë diçka. Shikoje këtë, një gjë e lezetshme me rrëshqitse. Do të mund t'i hash shpejt të gjitha Maltesers. Do t'jetë jashtëzakonisht interesante. Le t'ju tregoj, kam montuar një rrëshqitse gjigante. Tani i vendosim karamelet Maltesers tu. Dhe shikojeni si rrëshqasin. Është shumë argëtuese. Wow! Le ta provojmë. Jam! Le ta bëjmë përsëri. Oh, kjo është geniale! E mrekullueshme! What was that? Jam! Sa bukur! Oh, besoj se kaq ishte. Pak e trishtueshme sigurisht, por është radha e Enidit. Hajde! Po, do ta provoj që në karen kaq gjigante. Sa e shishme që është! Çfarë? Doni që t'i ndaj? Me ju? What? As që bëhet fjalë, janë të mijat. Nuk jam fare në humor për t'i ndar. Në rregull, do t'i marr vetë të gjitha Maltesers. Duhet të hapim vrimën e dur të tavolina. Atëherë do t'ja dal. Duke përdorur flakhesin ton, duke djegur dhe... Jakub. Çfarë? Ku janë karamelet e mia? Wednesday! I ke ngrënën të gjitha? Si munde? Duhet t'i ndaje. Mund ta mbarosh këtë. Wow, sa pako e vogël me drithëra. Oh, Wednesday ka një pako standarde dhe Enidi ka një pako gjigante. Shikoje këtë. Një pako gjigante drithërash e pabesueshme. Mike, do t'ja filloj me ty. Më erdhi një ide geniale. Mund t'i ha drithrat në një tavolin të vogël nga një pjatë e vogël. Le t'i hedhim në tasin ton. Është kaq geniale, apo jo? Së pari, hedhim drithrat. Pastaj, hedhim pak qumësht sipër. Kjo do t'i jetë vërtet e shishme. Duhet ta provojmë sa më shpejt jetë e mundur. E provojmë me lug. Jam! Por një vakt i vogël mbaron shpejt. Oh, mos qeshni. Do të pastrohem dhe është rada e Wednesdayt. Sigurisht, unë tashmë kam përgatitur një pjatë dhe një lug. Hedhim drithrat në tas, shtojmë pak qumsht. E përsosur. Dora! Nuk dua t'i bëj duart pis. Oh, sa e shishme. Janë të mira, edhe pse janë me ngjyra. O, zoti im! Dua akoma! Faleminderit, Dor. Pafshim. Enid, është radha jote. Shkëlqyeshëm, si mund ta ha këtë pako gjigante? E drejt, më erdhi një ide geniale. Do t'jem atje me një herë. Oh, më prisni! What was that? E po, banja patjetër që do të më përshtatet. Nuk kam një tas gjigant, por kam një vask gjigante. Hedhim qumshtin pikërisht aty.
Patjetër që kam mjaftueshëm për ta mbushur të gjithë vaskën deri në pikën e fundit. Dhe tani mund t'i hedhim drithrat tona atje. Sa të bukura dhe me ngjyra që janë! E mrekullueshme! Kaq shumë prej tyre! Dhe tani, gjithë shka që mbetet është që unë të notoj atje. Le të futemi! Po! Mund të bëjmë një banjë dhe të freskohemi. Rosaku im! Të mos mbytemi dhe ta vendosim. Interesante! Kjo është shumë e mirë! Rosak dëshiron pak provore! Çfarë donuti i vogël? Është më i vogël se thonjte Wednesday. Enidi ka një donat normal. Dhe Majku ka një donat gjigant. Zot! Wednesday ka përsëri porcionin më të vogël. Mos qeshni. Do t'ja filloj unë e para. Donuti im është më i shishëm se të gjithë tuaj të marrë së bashku. Thjesht e shtypim. Funksionoi. Është bërë i shesht. Dhe tani është në një matësi më të madhe. E shishme. Më pëlqen shumë. Po, besoj se kaq ishte. Tani është radha e Enidit. Ura, donuti im po më pret. Është shumë i lezetshëm. Shikoni buzët e mia, janë shumë të bukura. Mike, çfarë po bën? Nuk po të puth ty. Më fal. Thërrimet e sheqerit janë shumë të mira. Dhe tani është koha për donutin. Sa mirë! Dua ta ha të gjithin. Jam! Po, tani është radha ime. Donuti im është shumë gjigant. Duhet ta masim. Gjeta! Më erdhi një ide. Më fal, Wednesday. Nuk dua të bëhem pis. Alright. Le të presim një pjesë të vogël. Wow! Sa e shishme! Dua akoma! Mike, duhet të nxitosh. Vajzat u lodhën duke pritur. Ato pas kanë ikur tashmë. Po, le të jetë kështu. Nuk kam nevojë për askënd përveç donutit tim. Ai do të zëvendësoj miqtë e mi edhe të gjitha vakte. Nuk e dija se do të më vinte fundi. Donuti im i preferuar. Majku e mbaroi ushqimin e tij pas 100 shtresash. A na mbani mend? Kanë kaluar 101 të vite, Mike. Faleminderit që jeni me mua. Është radha e një ëmbëlsire të re. Çfarë janë këto kopsa? Kjo duket interesante. A duhet ta shtypim? Çfarë po ndodh? Shikoje këtë! Është një çokoladë e vogël. Ushqimi i vogël është shumë i lezetshëm. Le ta provojmë. E shishme. E dashuroj çokoladën. Por nuk kam asgjë. Po sikur ta shtyp përsëri kopsën. Enid, është radha ime tani. Po shtyp kopsën. Wow! Është çokoladë, por është padyshim më e madhe. Heqim ambalazhin. Dhe duhet ta pres çokoladën në pjesë të vogla. Duke përdorur thikën time për këtë. Kjo është më mirë. E dini çfarë? Më erdhi një ide. Mund të bëj arkivollin tim të vogël. Do të jetë prej çokolate. Shikoni sa i lezetshëm është. Dua ta provoj. Le të shohim. Wow!
Kjo është e shishme. Do të dëshiroja të kisha një arkivol të tillë për vete. Mike, është radha jote. Si të thuash ti, Wednesday? E po, nuk po shoh asgjë. Apo fluturon diçka drejt nesh? Oh, no! Një çokoladë gjigante! Ka ardhur nga hapësira! Vajza, kini kujdes! Meteoriti po fluturon nga qielli pikërisht tani. Oh, është shumë e rrezikshme, shpëtoni veten. Vajza, çfarë do të bëjmë? E dini çfarë? Duhet të nxjerrim tharset tona të flokëve dhe t'i drejtojmë te çokolata që të shkri. Tharset tuaja të flokëve nuk janë asgjë në krahasim me flakës tim. Kjo është më mirë. Fshihuni në ombrel. Kjo është shumë e bukur! Shi me çokoladë! Oh! Wow!